Bibla që kemi sot është një falsifikim me mëvonshëm, u formua në shekullin e 4. A i ka dëgjuar këtë? Një kundërshtim i zakonshëm është se Bibla është ndryshuar dhe shtrembëruar gjatë shekujve. Por kur krahasojmë dorëshkrimet, rezulton në kundërta. Djata e re është dokumenti më i ruajtur nga antikiteti. Sot ekzistojnë mbi 5800 dorëshkrime greke, si edhe mira përkthime latine, siriane dhe kopte. Fragmentet më të vjetra janë shumë të hershme. Fragmenti Rylands, që përmban Gjonin kapitullin 18, zakonisht datohet rreth viteve 125 deri 150 pas Krishtit, pra brenda një brezi nga origjinali. Dorëshkrime më të mëdha si Codex Sinaiticus e Codex Vaticanus janë nga shekulli i 4. Dalimet mes tyre janë zakonisht të vogla. Drejtshkrim, rendfjalës, jo ndryshme të përmbajtjes. Asnjë doktrinë themelore krishtere nuk varet nga variant i pasigurt i tekstit. Mesazhi për Jezusin është i njëjtë në të gjitha dorëshkrimet, jeta e tij, vdekja dhe ringjallja. Bibla nuk është ruajtur përmes redaktimesh të fshehta, por përmes përhapjes publike. Ajo u kopjua, u lexua dhe u citua hapur. Nëse dikush do të kishte tentuar të ndryshonte mesazhin, kjo do të ishte vënë re. Besueshmëria e Biblës nuk është besim i verbër. Ajo është historikisht dhe verifikueshme.